FIFA ka marrë vendimin përfundimtar për ndeshjen Serbi-Shqipëri, e cila do të zhvillohet më 19 tetor në stadiumin Dobočica të Leskovcit. Në ndeshjen e radhës në stadiumin e Leskovcit, ku kapaciteti është 8.136 vende, do të lejohen vetëm 6.500 tifozë, pasi Komisioni Disiplinor i FIFA-s ka urdhëruar mbylljen e një pjesë të tribunave si ndëshkim për incidentet e ndeshjes Serbi-Angli, duke kufizuar kështu praninë e publikut në rreth 80% të kapacitetit. Në atë ndeshje Serbi-Angli, të luajtur në Beograd, pati fyrje ndaj shqiptarëve dhe Kosovës, fishkëllima ndaj himnit anglez dhe përplasje të dhunshme nga grupe të lidhura me pushtetin serb. Federata e Serbisë është dënuar edhe financiarisht, ndërsa FIFA ka paralajmëruar ndëshkime edhe më të rënda nëse ka përsëritje të incidenteve kundër Shqipërisë. Pikrisht për të shmangur tensionet dhe për të kontrolluar më mirë tifozët, autoritetet zgjodhen stadiumin e vogël në Leskovec, ku pritet një menaxhim më i lehtë i situatës dhe shitjes së biletave.